Ministria e Punëve të Brendshme ka paralajmëruar se ditëve të fundit është vërejtur një rast i shpesh ku disa persona të panjohur përmes një numri të huaj telefonik u dërgojnë mesazhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për një shkelje të supozuar në komunikacion dhe kërkojnë pagesë me kartel bankare në një faqe të reme të internetit. Nga ana tjetër, sektori për krim kompjuterik pranë MPB-s u bën thirrje qytetarëve dhe subjekteve juridike të mos hapin linke apo dokumente të dyshimta të bashkangjitura në mesazhe që nuk vijnë nga dërguese verifikuar dhe të njohur. Mashtrimet realizohen në atë mënyrë që pasi qytetarët të klikojnë në linkun e dërguar në mesazh, ai i çon një faqe të reme të MPB-s, ku kërkohet të vendosen targat e automjetit. E më pas hapet një dritare tjetër ku paraqitet një shkelje e regjistruar dhe kërkohet pagesë prej 1.500 denarësh. MPB u bën thirrje tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm dhe të mos u besojnë mesazheve që vijnë nga faqe jo zyrtare të ministrisë, të mos japin të dhëna personale apo të dhënat e kartës së tyre bankare, pasi ato mund të keq përdoren.